Përmes veturave inteligjente dhe atyre me radar mobil, vetëm gjatë javës që shkoi, policia ka arritur që të shqiptojnë mbi 800 gjoba në trafik vetëm në rajonin e Prishtinës. Ndërsa gjatë kësaj kohe ekzistojnë mira gjoba të shkruara në këtë pjesë të vendit për shkelje të rregullave në komunikacion. Java në kaluar ka rezultuar me shqiptimin e 4433 masave administrative me gjobë për lloje të ndryshme të kundërvajtjeve dhe shkeljeve të kodit rrugor, prej tyre 826 të evidentuara nga vetura inteligjente dhe vetura me radar mobil. Në fillim të muajit prill, policia e Kosovës njoftoi se gjobat e trafikut tani më do t'i dërgojë në adresat e pronarit të automjetit ose përmes platformës e-Kosova. U tha se vendimi fuqizohet më 3 prill, por në polici nuk ofruan përgjigje nëse procesi i dërgimit të gjobave me postë ka filluar edhe në rajonet e tjera përpos atij të Prishtinës. Sipas tyre, ende nuk kanë përfunduar procedurat e nevojshme për finalizim të këtij projekti. Mirëpo, sipas përgjigjeve të marra prej drejtorive rajonale të policisë, u konfirmua se kjo formë shpërndarjes së gjobave nuk është funksionalizuar ende në pjesë të tjera të vendit. E qytetarë në Prishtinë thanë se shohin si hap të rëndësishëm dhe të nevojshëm për gjobitjen e shoferëve në këtë mënyrë. Vendim shumë i duhur. Koni në nevojshëm edhe është i nevojshëm. Për arsye se njerëz duhet me vedisu që nuk të kalohet shpejtësia vënë pa vënë. Dënimin që e japin, pa marrë parasysh sa është dënimi, nuk e kisha zvogluar brenda 15 ditë, po e kisha lënë çat vendim. Sa ka marrë për mu vedisu njerëzit se po kemi për çdo ditë të raste të dhimbshme. Ma mirë është me motor me post, motor dënimi, se sa me myt dikon ose me pengun rrugë dikon ose nuk ka ndryshe që shnalen këto sene. Shpërndarjen e këtyre gjobave do ta bëj posta. Për këtë para disa ditësh njoftuan se dërgimi i tyre vetëse ka filluar. Por në postë gjatë të hënës nuk ofruan përgjigje për mënyrat e shpërndarjes edhe për afatet kohore në të cilat ata detyrohen t'i dërgojnë gjobat.